Allahun dhul gjelale falenderojmë, vetëm prej ti ndihmë dhe falje gjithnjë kërkojmë. I madhi Zot dhul gjelal, nga zemrat e tona, gjuhët e tona dhe veprimet e tona, je i falenderuar gjithherë, po me theks të veçantë në këtë moment gjumaje të falenderojmë që kem bjell dhe instalu në zemrat e tona imanin e pastërt për ty, iman që na i rregullon dynjan ton, po jemi të bindur se do ta fitojmë edhe ahiretin ton. Përshëndetjet, selamet qofshin për mësuesin e njerëzis, për Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam. Të dashurit e me vëllezër dhe ju motra, jemi në gjuman e 15 me radh duke folur për familjen, duke dëshiru më të mirën për familjen, duke dasht që këtë fole ta forcojmë edhe më shumë, sepse bazamentin fetar dhe kombëtar familjet e tona shqiptare gjithmonë e kanë pasur, e po dëshirojmë që mos na zbehet dhe mos na devijon askush me asnjë çmim, sepse familjet e tona nuk nxjerrën në treg dhe nuk ka çmim që mund t'i paguan. Dëshirojmë që këtë institucion më të vlefshmin për ne ta ruajmë si sytë e ballit dhe të bëhemi shembull edhe për shoqëritë e tjera. Prindërit e tanë, këtë institucion na e dorëzuan të kompletuar, të qëndrueshëm, të mirë, kredibil, të bëhemi ne që ta përcjellmi edhe të gjeneratat e ardhshme, ashtu qysh na e dorëzun prindërit e tanë familjen e mirëfillt shqiptare muslimane. Për këtë dashurit e mi, njeriu në këtë botë gëzohet për shumë gjëra, gëzohet për pasuri, gëzohet për shtëpi, gëzohet për poste e gëzim me arritje nga më të ndryshme, për gëzimi më i madh i njeriut në këtë botë është kur t'i dhuron Zoti dhul gjelal e vlad fëmijë. Është gëzimi më i madh që është amanet. E amaneti çka do të thotë? Amanet është diçka që nuk të përket ty, por të është besuar plotësisht ty. Nuk të përket ty, por të është besu ekskluzivisht ty. Na e ka mësu ky din islam, kur profeti Muhammed alayhi salatu wassalam tha: ai cili po ja dorëzon vajzën këtij burri që është dakordu për me marë për bashkëshorte, tha, këtë vajzë Allahu ja ka besu këtij prindit. Amanet, veç këtij prindit ja ka besu. E amanetin e Zotit është duke ta dorëzu ty. Kujdes qysh po e trajton. Kujdes qysh po sillesh me të, se ata që sillen keq me amanetin e Zotit dhul gjelal, Zoti është i hidhrum me ta. Për këtë dashurit e mi, amaneti nuk humbët rastësisht, por amaneti humbët kur ne e neglizhojmë atë. Amaneti ruhet kur ne e marrmi seriozisht si detyrë para Allahut dhul gjelal. Familja është amanet nga Zoti, jo pronë për ta përdorur qysh dojmë ne dhe qysh na konvenon dhe na përshtatet neve. Është përgjegjësi për ta rujt dhe për t'ja u dorëzu edhe brezave të ri të shëndosh. Familja nuk është një bashkim njerëzish në një kulm, në një qati, por është një përgjegjësi për ta edukuar, për ta formuar, për ta ngritur në themelët e besimit,
të traditës dhe të moralit. Jetojmë në kohën kur vlerat po lëkundët, rikthimi te kuptimi i familjes është amanet hynor dhe i domosdoshëm i kohës. Vlerat kanë fillu këti populli dhe këti ummeti t'ju lëkundën, por mos me ju urrënos ky popull duhet kthehet te vlerat e mirëfillta familjare. Hazreti Ibrahimi alayhi salatu wassalam ishte i gatshëm të sakrifikoj për Zotin Dhul Gjelal gjithçka. Por gjithçka edukoj, po mbi gjithçka edukoj një familje të shëndosh për t'u bërë model i bashkimit, i sakrificës dhe i përkushtimit. Edukoj në formën më të mirë djalin e tij Ismailin me bindje dhe me durim, dhe çdo urdhër që ju dha Ismailit, ai ishte i gatshëm për ta pranuar nga i madhi Zot xhalla shanuhu wa xhalla xjalaluhu. Në kohën që po jetojmë ne, fëmijët e tonë, a jemi duke i përgatitur për situata nga më të ndryshmet? A jemi duke i përgatitur? Përgjigjja është një pjesë bukur e madhe. Nuk jemi duke i përgatitur për sfidat e jetës. Ne fëmijët jemi duke i përgatitur vetëm për të ngrënë, për të pi, për të vesh bukur, për ta shfrytzuar mallin e babës apo të gjyshit. Mirë, po nuk jemi duke i eduku për t'i formu që ata kanë përgjegjësi për ta rujt, për ta kultivu, për ta kursyt njëjtën kohë dhe për të marrë përgjegjësi për jetën e tyre dhe për të ardhmen e tyre. Familja Aliut dhe e Fatimës, edhe pse jetoni në kushte shumë të vështira të jetës, ata edukuan dy djemt e tij, Hasanin dhe Husejnin, që u bën udhërrëfys për tërë ummetin. Ne a jemi duke eduku dhe formu djem dhe vajza në familjen tonë që bëhen shembull udhërrëfys për të tjerët. Ne si prind nuk guxojmë të jemi ata prind aksidentalisht, po prind që bart përgjegjësinë e plot ndaj evladëve të vet. Edhe sot kemi familje që me të gjitha sfidat, edhe sfidën e emigrimit, po edhe sfidën e varfrijës, po edhe sfidën e presionit të madh shoqëror, po e ruajnë identitetin, po e ruajnë fejen dhe po e ruajnë moralin. Dhe këta janë heranjet e popullit ton, këto familje. Edhe pse kanë emigruar në një vend tjetër, po identitetin javë kanë mësu fëmijëve dhe nuk lejojnë që ata me marrë një identitet tjetër. Gjuhën e ua kanë mësu, traditën, kulturën, besimin ua kanë mësu. Këta janë prind heroj që duhet t'i shpallmi, t'i nderojmë dhe t'i respektojmë. Ndërsa prindët e tjerë që ja kanë lënë kohës, ata do të vjen koha e ju ka ardhur disave që janë hall nga ja lirie tepruar që një ditë ja kanë dhuruar evladëve të vet. Të dashurit e mi, familja si amanet hyjnor kërkon prani të prindit, jo vetëm prezencë fizike. Shpesh prindrit veç prezentojnë në familje fizikisht. Janë bo një pjesë e prindërve të shkojnë në shtëpit e tyre sikur në hotel, vetëm për gjumë, apo sikur në restorant, vetëm për të ngrënë edhe për të pi, edhe sa për të thonë unë jam prezent këtu. Jo, ti duhesh të jesh i pranishëm me gjitha përgjegjësitë prindërore që i ke ndaj evladëve, duhet të jesh i pranishëm. Kemi nevojë për komunikim, jo vetëm bashkëjetesë. Po unë jam të nejtë me një shtëpi, me një banesë, me djalin, me vajzën. A je duke komuniku me ta? A je duke bashkëbisedu
për hallët, për dertët, për planët, për sfidat, për vështërsitë e jetës, a je duke ju bo zgjidhje, a je duke i përkra, a je duke i ndihmu. Këta janë dvedeshëm, mirë po peshom i vetëdijsimin e një pjesës tyre se si po ashtë. E treta, ata kanë nevojë për besim, jo vetëm tradit. Për një besim. Po na jemi të jetu zbashku, tradita jone kërkon me jetu zbashku. O, doshurit e mi, a kanë besim në ty ata? Me u shprej. A kanë besim që ti me i mbështet? A kanë besim që ti edhe një sfidë madhe, kur ta tregojnë e vladët, ti me qenë njeri i fort me karakter, me i përbalu, me i bo zgjidhje dhe me avdhonën orientimin e mbarë. Dashurit e mi, fëmijët nuk kanë nevojë vetëm për ushqim, vetëm për veshmbathje, por ata kanë nevojë për vëmendje, ata kanë nevojë për kohë, ata kanë nevojë për dashuri, ata kanë nevojë për udhëzim të mjaftueshëm dhe të vazhdueshëm. Prindrit sot nuk janë duke kursy. Ka pëlqy ky telefon, ma të mirin, ky iPad, ma të mirin, kjo dhomë, ma të mirën, kjo makinë, ma të mirën. Nuk janë duke kursy. Ti si prind, a je duke kërku përgjegjësi prej tyve, apo nuk je duke kërkuën? Do të vjen koha një ditë, ku fëmiu yt ka me qenë armiku kryesor i yti, para Zotit Dhul Xhelal. Do t'i thot, o Zot, prindi im më ka ofru gjitha shka i ka barë dynjaja, po asgjë si duhet me jetu, me shiju dynjan dhe me fitu ahiretin, asgjë prindi im nuk më ka dhonën. Për këtë dashurit e mi, mësonja fëmijëve namazin, mësonja fëmijëve moralin, mësonja fëmijëve edukatën, mësonja fëmijëve bashkëbisedimin, mësonja fëmijëve formën e veshjes, mësonja fëmijëve, sepse kjo ju bën me mfat atyve më shumë se sa gjitha këto gjëra që je duke ja plotsu. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam thëjke, secili prej jush është bari dhe është përgjegjës për kopejën e vet. Edhe ti si prind je përgjegjës për familjen tënde. Çdo fjalë, çdo sjellje dhe çdo mungesë, kujdesi do të llogaritët nesër para Zotit. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam thëjke, as një prind nuk i jep fëmijës së vet dhurat më të madhe se sa edukatën më të mirë. Nëse don mi dhuru e vladit tanë më të bukurën, më të mirën, më e mirë është mi ia dhon edukatën e mirë. Kjo është pasunia më e madhe. Për këtë dietarët na këshillojnë duke thonë, shoqëria nuk ndryshon me ligje, por nga mënyra se si rritën dhe edukohen fëmijët në familje. Në formën si rritën, si edukohen fëmijët në familje, ashtu bëhen edhe ligjet, edhe ndryshon edhe shteti. Fëmija është projekt i së ardhmës. Nëse ai rritet pa udhëzim hynor, shoqëria do ta paguaj çmimin e humbjes së tij. A i dini sa njerëz jemi të pagu çmime të rënda nga mos edukata e fëmijët të dikujt. A i dini sa domin janë duke na i shkatru. A di sa kriminaliteti ato ndodhen, sa vjedhja ato ndodh, sa prostitucioni ato ndodh, sa përdorimi i drogës ato ndodh, sa rrahje në familje ato ndodh, sa vrasje në familje në shoqëri janë duke ndodh. Krejt kjo është rezultat i mos edukimit dhe i mos formimit të mirëfillt mas pari në familje. Amanetin që na i ka dhonë Zoti nuk jemi duke e ruajtën sa duhet. Formimi i brezave fillon nga familja. Nëse duam një shoqëri të drejtë, duhet ta formojmë një fëmijë si duhet, një fëmijë të drejtë. Mësoni fëmijët tuaj me moral, para se ta mësoni me dije. Për këtë arsye edhe kur ta çojmë në shkollë, ministria e ka emrin edukativo arsimore.
Nëse ka veç arsim, e nuk ka edukat, dhe zatën kjo shoqëri, është duke vujt nga njerëz që në këtë mahallën e epërme janë full, janë intelektual, mirë po të pa edukuar, të pa formuar mirë. Andaj ne duhet bëjmë përpjekje maksimale për t'i eduku më spari. Fëmija mëson më shumë nga ajo që sheh tek prindrit se sa nga ajo që ndëgjon nga ta. Shpesh thojnë prindrit, po e kam këshilluar. Në rregull që e ke këshillu, shumë mirë ke bon. Në sjellje si je ti. Mos e pi dohonin, po ti vetë je të pi dohonin. Mos e pi alkoolin, po ti vetë je të pi alkoolin. Mos e përdor drogën, po ti vetë je të përdor drogën. Mos ofendo, mos shoj, po ti vetë je të ofendu, je të shohen. Mos ngrit zonë në familje, po ti vetë je të ngrit zonin në familje. Mos rah njeri, mos ngrit dorë ndaj kuj, po ti vetë je të ngritën dorën ndaj të tjerëve. Dashurit e me, fëmijët, familjarët tonë, ma shumë mësojnë nga syri që na shohin, se sa nga veshi që na ndëgjojnë neve. E Allahu na bëv nga ata që këtë amanet që na i ka dhonë Zoti Dhul Xhelal, e rujmë, e kultivojmë, e formojmë, e edukojmë ata që e rujnë familjen, e edukojnë familjen, shërbimin më të madh janë duke ja bë dinit Zotit dhe këtij adhëjut ton. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan kamilina, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة يرحمك الله. استغفر